Virtytet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në traditën fisnike profetike. Tirmidhiu transmeton në librin e tij me zinxhir transmetimi nga Said el-Khudri dhe Zeid ibn Arqam, të cilët kanë thënë, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: unë po ju lë juve dy gjëra që, nëse kapeni fort pas tyre, nuk do të humni kurrë. Njëra është më e madhe se tjetra, libri i Allahut, litari i zgjatur nga qielli në tokë, dhe pasardhësit el-itre, pasardhësit e mi, ehli bejtin tim. Këto nuk do të ndahen kurrë nga njëra tjetra, derisa të vini te burimi i Kautherit. Prandaj shikoni se si do të më kundërshtoni mua te këto të dyja. Këto hadithe i ka saktësuar Sejid Hasan as-Saqaf në librin e tij Sahihu Sharh al-Aqidah at-Tahawiyya. Po ashtu edhe Sheikh Albani i ka saktësuar këto në librin e tij Jami'us Saghir.